Aktorët shqiptar përveç se u bën një me publikun përmes filmave dhe serialeve televizive, një pjesë e madhe e tyre arriti të krijojë karrierë edhe jashtë kufjeve. E disa prej tyre morën edhe shumë çmime në festivale të ndryshme të filmave. Por tema për të cilën do të flasim ne sonte ju sjell pikërisht momentet kur ata arritën të bëhen të famshëm apo thon ndryshe cilat janë rolet ku ata arritën të bëhen të njohur për opinionin e gjerë. Për më shumë ndjekim materialin e përgatitur nga kolega jon Maki Bajrami. Pa dashur nga njëherë na vijnë ndërmend momente dhe personazhe të fiksuara të cilët kanë mbetur në memorien tonë për faktin se shumë aktor, të rinj e të vjetër, të suksesshëm dhe profesional në punën e tyre, i kemi parë në karaktere të ndryshme të shfaqura në seriale, filma e mbase ndonjëherë edhe në teatr. Edhe pse aktorët tanë arkiv numrojnë role të shumta, të famshëm i bëri vetëm njëri prej tyre. Teuta Krasniqi u bë popularizuar gjithandej nga roli i Sarandës në serialin televiziv Kafeneja Jon. Ky rol e bëri edhe më të dashur për publikun, pavarësisht se ajo ka qenë aktore edhe para se të angazhohej në këtë serial. Në moment që e kom pranuar atë rol para 10 vjetë tashmë jam bë, e kom pranuar me shumë dashni dhe e kom pranuar që ashtu të tillë çfarë është. Natyrisht që në fillim të çdo seriali nuk është roli i ndërtuar. Nuk ka shumë veti të brendshme dhe të jashtme. Gjithmonë jemi na aktorët ata që duhet mi pajis personazhet me veti të ndryshme dhe me krejt ato çapkanllëqe që ja kom bëm andej Sarandës. Unë gjithmonë e kom thonë fatmirësisht nuk kom pas përbashkë këta me Sarandën, shumë fatmirësisht thëmë, përveç energjisë ndoshta të njëjtë paka shumë që e kemi, ato ja kom jep temën kështu. Disa nga rolet e saj janë Fatlinda tek Syla, fitoria tek skeqi Mamutovit dhe Regjepovit, rolin e Mimozës te Tre Gjermante Trash, Laura te Shfaqja Babai, interpretoi tek Tensioni i lartë e të tjera. Edhe pse ai luajti në shumë filma të njohur shqiptar si Dashuria e bjeshkëve të Nemuna, interpretoi rolin e Sokolit tek Tri dritare dhe një varje, Hasanin tek Kukumi, Newtoni te Fizikanët, rolin e Shaullit tek Rebelët, rol pati edhe në filmin Gjurmët, luajti shumë shfaqje teatrale, si Othello, Heshtja, Macbeth e të tjera. Mirë po aktori Donat Qosja u boj famshëm pikërisht nga Kafeneja Jon. Po fillimisht na e kemi marrë një skenar dhe ka qenë shumë shpejta e procedurën e nuk kom ditë saktësisht ka duhet me çu këtë rol. Por me kohë tu e ndërtu rolin gjatë epizoda, gjatë serialit, ka ardhë dhe ka lind një naim, ka dalë, do me thonë, s'kisha me thonë që ajo ka ardhë aty për aty shpejt si në filma që duhet mu të pregadit paraprakisht për rolin, apo si në teatr që duhet me shumë prova një muj dit. Te seriali duhet me sjell shumë shpejt një karakter, mirë po kjo nuk vjen edhe atë shpejt, do me thonë ndërtohet me epizoda ose me vazhdimsinë e serialit. Aktualisht ajo është i angazhuar në serialin Javor Zyrja për gjithçka, ku luan bashkë me Fatmir Spahiun, Fatos Kryeziun e të tjerë. Të gjithë e njohim nga seriali Tre Gjermante Trash, pasi roli i Ganiut i dha famën e dëshiruar aktorit Naser Afuna. Unë e kom pas si vizion se çka me bo për rolin e Ganis. Po e di që kostumografja patarët me të me këtash du në shef atin, du në shefin drejtor këtë pronarin e hotelit, edhe në patar me te shakate të mira, thasheja. Nuk është, të tani më do të mja spjeguse, edhe u dalë, dhe me thonë që aja, se që ato tesha i pata kërku vet atin, në kanë sama, edhe na fillu me bo shfaqen, e bonëm edhe kongën që pa të bo dhe hit, e bonëm si loj promocioni për qatë shfaqen, edhe në fakt shfaqja filloj mi thy rekordin e shikueshmërisë në atë kohë. Naseri ka interpretuar edhe role në teatr si Fluturimi mbi folen e Qyqës, Profesor Jam Talent, ku në disa shfaqje ishte edhe regjisor bashkë me Faruk Begollin, ka luajtur rolin e agentit te Roberto Cuko, Policin serb tek Kuqja, gjithashtu ka qenë pjesë e serialeve Lagja e Re, Vakti Hankashtën, e padyshim që i veçantë ishte edhe në serialin Kafeneja Jon.
Aktoria e mirënjohur Ylka Gashi, pavarësisht se i përket një brezi më të ri artistësh, ka një biografi të pasur, ka luajtur në shfaqje dhe filma të ndryshëm, ndër të cilët vlen të përmendet Kukumi, pastaj ka interpretuar në filmin Mesazhi, ka luajtur rolin e shehidës në serialin Kombinati e të tjerë. Mirë po për opinionin e gjerë, njihet sidomos me rolin e Zanës në serialin Familja Moderne. Ajo me këtë rol është bërë edhe më e dashur për gjithë publikun. Cilësohet si aktor gjermano-shqiptar, Blerim Destani një emër i suksesshëm dhe i njohur për opinionin, po zhvillon karrierë jashtë kufive shqipfolse. Ai ka luajtur në disa filma të huaj si Dosja K, ka interpretuar në dramën Harms, ka xhiruar për filmin Soko e të tjerë. Mirë po i famshëm u bë me filmin shqiptar Koha e Kometës. Ai luan rolin e Shestanit, njëherët rolin kryesor në këtë film. Përveç këtyre, ai njihet si aktor i shquar në dramën Amsterdam Express, në filmin Gone Back, Atje ku nuk lind dielli e të tjerë. Është vlerësuar me çmimin aktori më i mirë në festivalin e Moskës, në festivalin e Prishtinës, në festivalin e Antalyas dhe atë turko-gjerman të Nürnbergut, për rolin në filmin shqiptari Der Albaner. Ky film e bëri të famshëm aktorin Nik Xhelilaj, këtu ai luan rolin e Arbenit, njëherët rolin kryesor bashkë me aktorën Xheilane Tërbunja, e njohur si Etleva. Xhelilaj ka interpretuar të Trishtimi i zonjës Schneider, Alive, Gjall, Angels Far Away e të tjerë. Aktualisht po zhvillon karrierë në Turqi, ku është bërë pjesë shumë serialeve turke. Nauk, akcenti bie te nauk. Jo. Ndërkaq një nga personazhet e karakteret më të dashura kohën e fundit është ai i Arif Hikmetit, i cili interpretohet nga Xhevdet Jashari në serialin O Samir. Xhevdeti njihet si aktor me përvojë ndërkombëtare në film, televizion dhe teatr. Ka luajtur në Koha e Kometës, ka vepruar në serinë turke Elveda Rumeli, ka interpretuar në filma të shkurtër si Ashensori, Exit, gjithashtu edhe në shfaqje teatrale si Heshtja, Rebelët, Pinoku, Akuariumi, Opera e Lypsarve, Generali i ushtrisë së vdekur e të tjerë. Sande prejtëm mbas shkollë. Është e padiskutueshme se ka me qindra aktorë shqiptar të papërmendur këtu, por ne ju sollëm vetëm disa prej tyre që kanë luajtur në shumë shfaqje, filma e seriale, por të njohura të famshëm për publikun, arritën të bëhen përmes një roli për të vazhduar tutje.